Mediat në Shqipëri mashtruan qysh në mëngjes opinionin publik. Në orët e para të kësaj të diele, ato qarkulluan me shpejtësi lajmin se vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ivanka Trump, ndodhej në qytetin bregdetar të Vlorës. Sipas asaj që u raportua fillimisht, u tha se prej mbrëmjes të së shtunës, ajo ishte akomoduar në vilat qeveritare në Vlorë, ndërsa mëngjesin e kësaj të diele ishte parë duke u drejtuar drejt zonës së Zvërnecit. Madje në rrjetet sociale qarkulluan edhe video ku pretendohej se bjondja e filmuar ishte pikërisht Ivanka Trump. Mirëpo siç u vure edhe nga verifikimi i pamjeve, asnjëra prej grave të shfaqura në video nuk i ngjan Ivanka Trumpit, duke hedhur dyshime të forta mbi vërtetësinë e lajmit. Tashmë është konfirmuar edhe zyrtarisht se lajmi për praninë e saj në Shqipëri është i pavërtet, ndërsa sipas informacioneve të siguruara, në vilat qeveritare këtë të diel ka pasur lëvizje, ndoshta edhe për faktin se kryeministri Rama gjendet në dhërmi. Madje i pari që e zbuloi lajmin e pavërtet dhe me një shpjegim shtërues ishte gazetari i njohur Blendi Fevziu. A ka ardhur Ivanka Trump në Shqipëri apo pritet të vijë gjatë ditës sotme? Lajmi i cili nuk dihet se ku është postuar për herë të parë është bërë viral pothuajse në të gjitha mediat shqiptare. Ato kanë njoftuar që Ivanka Trump ka mbritur sot në aeroportin e Rrinasit, është duke udhëtuar drejt Zvërnecit dhe do të ketë një drekë në dhërmi me kryeministrin e Shqipërisë. Në fakt, unë nuk kam asnjë informacion, po një logjik të çon në bindjen që nuk është lajmi i vërtet. E para, dje deri rreth orës 4-5 të mëngjesit, Ivanka Trump ka qenë në shoqërinë e babait të saj, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, në UFC-n në Miami. Pra, në garën e UFC-s në Miami, dhe nga Miami këtu, edhe sikur të hipte në avion drejt për drejt nga gara, do t'i duheshin të paktën 12 orë për të mbritur në Tiranë. E dyta, nuk ka pasur asnjë informacion që shërbimet sekrete amerikane të jenë të pranishme. Duke qenë pjesëtare e familjes presidenciale, ajo mbrohet nga shërbimi sekret, i cili mbrin disa javë më parë, shef vendin, sjell makinat dhe përgatit gjithë itinerarin e saj. Aq më tepër, lufta e Iranit ka sjell një vëmendje shumë herë më të madhe sigurie, dhe mbritja e një antare të familjes presidenciale amerikane do të ishte shoqëruar me masa të jashtëzakonshme sigurie. Unë jam në dhërmi, nuk ka asnjë siguri të shtuar në zonën e Bregdetit, ku pritet që të jetë dreka sipas lajmeve të mediave, nuk ka asnjë prani të shërbimeve sekrete, po as të policisë lokale, pra është e njëjta siguri që ka qenë për herë. A pritet vi Ivanka Trump në Tiranë, nuk e di, por lajmi që ajo mund të ketë mbritur që në mëngjes dhe pritet drekoj, nuk më figuron i vërtet, dhe më duket po ashtu shumë i vështirë që të vinë në Tiranë këto ditë, duke pasur parasysh sigurinë e shtuar për konfliktin me Iranin. Deri tani është e sigurt që nuk është në Shqipëri, po gjithsesi është e çuditshme se nga ka dalë ky lajm. Mediat në Shqipëri gënjyen këtë të diel në ditën e pashkve për vizitën e Ivanka Trump në Vlorë, por lind pyetja, çfarë interesi mund të kishte opinioni publik për lajmin se erdhi apo jo vajza e presidentit amerikan në qytetin bregdetar në vizitën e radhës, kur qytetarët kanë halle të tjera më të mëdha në këtë situatë të vështirë ekonomike.